Mijëra qytetar marshuan në rrugët e Tiranës, teksa protestuan për projektin që sapo ka nisur të ndërtohet në zonën e Pish-Poronartës. Me pankarta në duar, qytetarët bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të punimeve në zonën e mbrojtur. Anullo projekti! Anullo projekti! Narta është e shqiptarëve, brohorisnin protestuesit, ndërsa kjo shënon ditën e dytë të protestës, që u zhvendos nga Zvërneci në kryeqytet. Dalja përshtyp me një fjalim të gjatë sqarues nga kryeministri Rama para ditën e së hënës, duket se nuk i bindi qytetarët, ndërsa në shesh, numri i protestuesve ishte edhe më i lartë se një ditë më parë. Incidenti të shtunës së 30 qershorit i ndodhur në Zvërnec, ku punonjës së mbrojtjes private dhunuan një protestues, përshkallëzoi më shumë indinjatën e qytetarëve. Njëri prej tyre tregoi për shteg se si është sulmuar nga rojet për të Igardhit, duke i shkaktuar plagë në kokë. Unë u verbova si disa të tjerë që ishim aty dhe në atë moment ata kanë hedhur gurje karshinesh dhe në këtë moment unë jam goditur nga anë e tyre duke më krijuar një frakturë të tillë me 5 shepje. Paralajmëruan se mobilizimi do të vijojë dhe në ditët në vijim, duke kërkuar që institucionet të reagojnë dhe kërkesat e tyre të merren në konsideratë të menjëhershme.